Sot ka 30% më shumë fëmijë, të cilët vuajnë nga çrregullime të ndryshme mendore se 5 vite më parë. Situata më shqetësuese shihet në zonat urbane për shkak të ndotjes së mënyrës së jetesës dhe në disa raste fëmijët rriten jashtë vëmendjes së prindërve. Çrregullimet mendore vijojnë nga ankthje deri në veprime të pakontrolluara. Vetëm në qendrën e shëndetit mendor nr. 3 në Tiranë për këtë vit janë vizituar 2000 fëmijë. Dy probleme konstatojmë ne që janë shumë serioze në shëndetin mendor. E para njërë fëmijët që kanë problematikën dhe prindrit që kanë problematikën e tyre post fëmijëve. E para ndeshëm me probleme të shëndetit mendor në fëmijët e vegjël, në ato që ne quajmë probleme të zhvillimit psikomotor. Në grupin e dytë ndeshen ata fëmijë që kanë të bëjnë me çrregullimet e ankthjes dhe këto ndeshen kryesisht në moshat shkollore. Psikiatri për fëmijë Selami Deraj tha se fal përkushtimit të qendrës, 5 fëmijë të spektrit autik janë regjistruar këtë vit në shkolla publike. Mesatarisht realizojnë 2000 vizita në një qendër komunitare. Gama e madhe e vizitave i kalon të 15.000-20.000 vizitat në vit, flasim në rang Tirane. Problemi më i madh sot është autizmi, edhe në botë. Në qoftë se përpara kishte një raport 1 me 1000, tani ka ardhur 1 me 100. Vetëm në këtë qendër janë trajtuar mbi 15.000 persona me çrregullime të ndryshme mendore, nga të cilët rreth 30% janë fëmijë, ndërsa mjekët psikiatër thonë se ka nevojë për më shumë qendra të tilla ku të vegjëlit të trajtohen në këto qendra multidisiplinare me qëllim riintegrimin e tyre në shoqëri.